Mirë se vini në Open Podium. Sot kemi një të ftuar të veçantë, Lediana Pajaj. Mirë se erdhe, Lediana. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën, edhe urime për këtë nismë. Faleminderit juve që erdhët. Përshëndetje Lediana, faleminderit që keni marrë pjesë në këtë puntat të radhës. Shkurtimisht do të preferonim të kishim një përmbledhje të rezumes tuaj nga ana juaj. Faleminderit Endri. Unë jam Lediana Pajaj, jam lindur, rritur dhe kam jetuar në Shqipëri deri në vitin 2020. Kam studiuar për administrim, për menaxhim biznesi dhe kam punuar në këtë fushë deri në momentin që jam shkëputur nga vendi im, nga momenti që kam mbaruar universitetin deri në momentin që jam shkëputur nga Shqipëria. Kam punuar në sektorin privat për disa vite dhe vitet e fundit kam punuar në një sektor shtetëror, ku kam menaxhuar një sektor të departamenti. Vi nga një familje e thjeshtë me 2 prindër mësues, të cilët më kanë rritur me disa ide paksa idealiste për një botë më të drejtë, dhe kjo pastaj ka qenë spuntoja ime se si ka vazhduar ana ime profesionale nga momenti që kam rritur në Britaninë e Madhe, ku kam pasur mundësi të jem pjesë e një organizate, Shpresa Program, dhe nëpërmjet kësaj organizate kam pasur mundësi që të ngre zërin tim, të amplifikoj zërin e atyre që nuk kanë zë, ose zëri i të cilëve është më i dobët, dhe kam çuar këto probleme në instanca më të larta duke punuar me organizata të mëdha si Citizens UK, e cila është një organizat që ka disa qindra organizata të tjera të antarësuara, ku njerëz nga komunitete dhe profile të ndryshme bashkohen dhe ngrejnë zërin e tyre për problematika të ndryshme që shqetësojnë komunitetet në parlament apo në instanca të tjera vendimarrëse për të sjellë ndryshimin e dëshiruar që duam. Në Britaninë e Madhe kam ardhur në 2020, ishte fiks përpara se të fillonte izolimi. Dhe në atë moment, si çdo moment apo si çdo gjë që na ndodh në jetë që ka anët pozitive dhe negative, dhe ky moment i ardhjes time në Angli pati anët e veta pozitive dhe negative për anën time profesionale. Pozitive ishte fakti që mua më dha mundësia që ta ndroja vizën time duke qëndruar brenda këtij vendi, sepse nuk mund të udhtonim në atë kohë. Normalisht duhet të ktheheshe dhe ta ndroje jashtë. Normalisht duhet të ktheheshe. Por vetëm në atë moment të jashtëzakonshëm për shkak të izolimit doli një ligj i cili lejoi të gjithë njerëzit që ishin këtu nga vende të ndryshme ta kthenin vizat e tyre në një vizë të ndryshme duke qëndruar brenda vendit. Kështu që kjo ishte një përparësi, le të themi, pasi mu lejua që ta bëja këtë gjë, por nga ana tjetër izolimi i ngadalsoi pak procedurat dhe më mori disa muaj derisa viza ime u kthye në një vizë pune. Këto ishin fillimet e mia dhe cili është aktiviteti juaj profesional momentalisht? Momentalisht jam duke drejtuar një projektin e leadershipit tek Shpresa Program. Ky është një projekt i cili ndihmon njerëz që kanë një ide apo që kanë filluar një iniciativë gjithmonë të lidhur me ndihmën ndaj komunitetit. Dhe këta njerëz ndihmohen duke bërë një kurs i cili vazhdon për gjatë një viti, dhe ky kurs leadershipi është bazuar në eksperiencën e Lulieta Nuzit, që është drejtoresha dhe themeluesja e Shpresa Program, dhe në gjithë eksperiencën e Shpresa Program të kësaj organizate, dhe ndërkohë secili person ka një mentor ose 2 mentor në varësi të specifikave që ka nevojë për ndihmë, dhe ndërkohë vinë edhe profesionistë të fushave të ndryshme nga organizata të jashtme, të cilët japin leksione të ndryshme në lidhje me çështje shumë të rëndësishme si zgjedhja e një strukture ligjore të mirë përcaktuar, apo si mund bëjmë networking, apo si mund të aplikojmë për fonde, apo si mund ta njohim më mirë sistemin politik në vend në mënyrë që mund bëhemi ne ndryshimi për problematikat ndryshme të cilat duam zgjedhim. Pra është një projekt shumë i gjerë dhe shumë i thellë, dhe në qoftë se një person vjen me një ide të përcaktuar se çfarë shërbimi ai sjellin në komunitet, ka gjithë ndihmën dhe suportin e duhur për të arritur këtë. Cilat janë objektivat kryesore për të arritjes në fund të programit të leadershipit, dhe si financohet? A financohet nga Shpresa Program apo nga organizata të tjera? I ofrohet në
përfundim të projektit apo të programit një certifikat, a është certifikata e akredituar, a mund të marrin pjesë gjithkush në këtë, cilat janë kriteret e përzgjedhjes apo të filtrimit? Po, atëherë, ky është një projekt i cili është i financuar nga organizata të tjera, të cilat janë të tilla që financojnë organizata më të vogla si Shpresa Program. Dhe aktualisht është viti i fundit, për cilin ne kemi siguruar një fond, është viti i tretë, dhe ky fond është siguruar nga 2 organizata të ndryshme për të siguruar mbarvajtjen e këtij programi. Në program mund të aplikojnë të gjithë pa përjashtim, por i vetmi kriter është që të kenë një ide për të ndihmuar komunitetin, apo të kenë filluar një iniciativë për të ndihmuar komunitetin, në ndihmë të komunitetit. Dhe është pa pagesë pjesëmarrja apo jo? Po, pa pagesë. Pjesëmarrja vazhdon për 12 muaj, ceremonia e certifikimit bëhet gjithmonë në parlament, por për momentin është në parlament që mos janë keq kuptime. Pra, aktiviteti dhe salla ofrohet në parlament. Sponsorizohet nga deputeti i zonës. Sponsorizohet nga deputeti i zonës. Po jo se është parlamenti britanik që jep certifikat. Jo. Shumë mirë që e specifikove. Endre, bëhet në parlament për shkak se një nga objektivat kryesore, kalojmë tek objektivat të këtij projekti, është që gjithë këta lider që fillojnë projektin, në fund të këtij projekti të kenë një kuptim më të mirë në lidhje me sistemin politik në vend. Pse? Sepse nëpërmjet njohjes së sistemit dhe hallkave të sistemit, ata kuptojnë se si nëpërmjet aktivizmit. Edhe të administratës publike, besoj. Të administratës publike, po, të legislaturës për sa i përket në përgjithësi, dhe në mënyrë që ata të kenë mundësi të kuptojnë se si ata apo pjesëtarët komunitetit të tyre mund të lobojnë për të bërë ndryshim për një aktivizëm apo një organizim komuniteti për të bërë ndryshimin në lidhje me diçka. Pa dashur të shkojmë në specifika dhe në detaje, por a mund të na përmendni shkurt disa nga idetë dhe iniciativat që aktivistë apo njerëz me iniciativë kanë marrë, të cilët bëjnë pjesë dhe janë përfshirë në programin e leadershipit? Janë një kik të përballë. Komplimentet edhe Shpresës, po edhe Ledit për punën që bën një punë shumë të mirë organizuar dhe efektive. Japin informacionin e duhur dhe kontaktet e duhura për atë që ti ke nevojë. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Mirë, po sot kemi Ledianën të ftuar, kështu që desha t'i bëj komplimenti për punën që bën, sepse me tamam bën një punë goxha të bukur, po Ledi sidomos është e palodhur. Punon në çdo lloj orari dhe shumë e rregull, edhe ka për zemër si mbështetjen e komunitetit, por post gjithave dhe përcjelljen e mesazhit ose të eksperiencës lulit. Doja të sqaroja diçka me Endrin, se ke di që Rezarta është pjesë e grupit të tretë të leadershipit. Jo, nuk e di. Ne kemi ftuar në podium sepse kemi respekt veçantë dhe estimojmë për punën që bën edhe për ëmbëlsinë që ka në mënyrën se si vepron. Faleminderit, unë kam pasur rastin punoj me Rezartën, e njihemi në rrethana të tjera, kemi punuar bashkë, kemi bashkëpunuar dhe kjo është një bisedë shumë miqësore. Pra, cilat janë apo tematikat apo çështjet kryesore apo fushat ku projektet e njerëzve të ndryshëm janë fokusuar, të cilët marrin pjesë në programin e leadershipit? Disa nga liderët ka qenë kohorta e parë e leadershipit dhe në atë periudhë ka qenë një periudhë e trazuar për komunitetin shqiptar. Shumica e liderëve ishin nga komuniteti shqiptar. Vit bëhet fjalë? Ishte viti 2022. Okay. Ishte një stigmë shumë e madhe në lidhje me komunitetin shqiptar në Britaninë e Madhe për shkak të varkave me emigrant, për shkak të politikave të caktuara që pati ky shtet, për shkak të marginalizimit që është në kulturën e politikës britanike, sidomos qeverisë kaluar, dhe në atë kohë u demonizua komuniteti shqiptar me qëllim që qeveria që ishte në fuqi në atë kohë të gjente një motiv ose një target shumë të lehtë për të justifikuar mosarritjet e tyre. Pra demonizoi një komunitet të gjithë, vendosi të shfaqte hapur si në parlament, edhe nëpërmjet mediave të shkruara, që shqiptarët, të gjithë shqiptarët që vinë me varka janë kriminalë, të cilët paka shumë kjo parantezë, unë e vlerësoj parantezën dhe kjo është një situatë që paka shumë të gjithë e dinë.
do fokusohemi te idetë. Pra ju thatë që çdo njeri që merr pjesë duhet të ketë një ide apo një iniciativë për të zhvilluar komunitetin. Endri, Thjesht prandaj, një po përmbledhje. duhet paranteza për të thënë idenë, sepse Po kjo që mos ta parantezë zgjasim. po do ta zgjasim që të kuptohet, se po nuk e zgjatim nuk kuptohet fare ideja. Do me thënë, Dakor. në këtë klim kaq të ashpër për komunitetin ton, disa nga liderët e programit të parë u mblodhen dhe u organizuan në bashkëpunim me një firmë e cila ndihmon emigrantët shqiptar në Britaninë e Madhe në bashkëpunim me Shpresa Program. Është një projekt Breaking the Chains që ndihmon azilkërkuesit, të rinjt azilkërkues. U bëm një grup dhe në bashkëpunim me këtë organizat ligjore krijuam një draft me të gjitha arsyet se përse në fakt Shqipëria nuk duhet të jetë në vendet në listën e vendeve të sigurta, sepse kjo u përdor pastaj si arsye që gjithë shqiptarët që do vinin në Angli në mënyrë ilegale do ktheheshin mbrapsht për shkak se Shqipëria është një vend i sigurt. Pra u krijua një draft me të gjitha arsyet se përse Shqipëria në fakt nuk është e sigurt për të gjithë. Nuk po flasim që Shqipëria nuk është e sigurt, po flasim që Shqipëria nuk është e sigurt për të gjithë personat. Pra shumë nga këta personat cilët vinë dhe kërkojnë azil, në të vërtetë jeta e tyre është në rrezik në atë vend. Më fal që ju ndërpres. Pse nuk është e sigurt për një grup të caktuar njerëzish? A kemi një listë për mbledhëse arsyesh? Po, kemi një listë përmbledhëse dhe me atë listë përmbledhëse shkuam edhe përpara parlamentit. Po mund ta thoni nëse Patëm një tavolinë, po disa nga ato mund t'i them. Do me thënë një nga arsyet që njerëzit ikin nga i vend është për shkak se jeta e tyre është në rrezik për arsye dhe rrethana të ndryshme. Disa herë mund të jenë, në disa raste mund të jenë arsye politike. Në disa raste të tjera mund të jetë dhuna në familje. Kemi shumë raste të martesave të detyruara. Ndoshta nuk njihet shumë si fenomen nga ne, por në Shqipëri, në vende rurale, akoma ekziston fenomeni martesave të detyruara të vajzave në moshë shumë të re, të cilat pastaj kthehen pre e trafikimit, sepse familje të cilat i detyrojnë ato të martohen janë vulnerabël dhe ato nuk bëjnë një vlerësim të riskut se me kë po martohet kjo vajzë dhe shumë nga këto bëhen pre të trafikimit. Kemi pastaj gjakmarrje në vendet e veriut, e cila akoma është një arsye pse disa nga këta njerëz kërkojnë azil dhe është një arsye reale. Kemi raste të trafikimit të rinjve, pra këta të rinj që janë vulnerabël, që nuk kanë punë, që vinë nga familje shumë të varfra, të pa edukuara, në vende rurale ku mundësitë ekonomike janë shumë minimale, ata janë një target, një shumë e lehtë e trafikantëve, të cilët ju premtojnë botën dhe i sjellin këtu në këtë vend dhe kur këta të rinj, të cilët në shumicën e rasteve nuk e dinë fare se ku po shkojnë, vinë këtu dhe gjejnë veten të papërgatitur në këtë vend dhe detyrohen pastaj që të marrin rrugë të tjera jo ligjore. Por në të vërtetë çfarë i ka sjell këta të rinj ka qenë trafikimi, pra mashtrimi nga trafikantët. Pra mund ta përdorni këtë platformë për t'i bërë dhe një thirrje personave potencial të cilët mund të bien pre e këtyre skemave mashtrimi. Patjetër dhe ne e kemi bërë gjithmonë dhe në ato kohë shumë të vështira për komunitetin ton, nëpërmjet shpresës dhe platformave të shpresës kemi bërë thirrje të rinjve, sidomos që mos të bien pre këtyre platformave, pasi nuk është këtu fush me lule, nuk është e vërtetë që këtu do vinë edhe do lajnë borxhet, edhe fakti që këto të rinj futen në borxhe me trafikantët i detyron pastaj që të marrin rrugët që ata marrin. Pra duhet parë pak më thellë problemi. Këto ishin disa nga problematikat që ne i morëm dhe i çuam përballë parlamentarëve në një tavolinë të rrumbullakët ku disa parlamentarë dëgjuan të gjitha historitë e të rinjve tanë dhe një nga lordët e parlamentit, duke qenë se u prek nga historitë tona dhe nga dokumentimi i historive tona, e çoi këtë draft, le të themi këtë propozim dhe e propozoi për ndryshim, për bërë ndryshimin e ligjit të emigracionit.
Patjetër që nuk u planua sepse në momentin që një ligj kalohet për aprovim është shumë e vështirë që të modifikohet dhe të ndryshohet, por lufta që u bë dhe aktivizmi që u bë nga ana e këtyre personave ishte reale dhe vërtet dhe ata e pan vetë se si ata mund të ishin vetë prezent përballë këtyre parlamentarëve të kërkonin atë të drejtën që atyre u takonte. Sipas eksperiencës tuaj, mbase modeste, ku konsiston dhe sa është proporcionalisht përqindja e personave të cilëve azili u pranohet në bazë të këtyre arsyeve në raport me ata të tjerë të cilët azili u refuzohet? Nuk mendoj që i kam sepse rezulton një legjendë të përhapur që të gjithë i marrin letrat, qoftë edhe përkohësisht. Nuk kam një informacion të saktë. Dhe ne këtu nuk jemi për të dezinformuar apo për të dhënë mesazhe të gabuara ose shpresë të gabuar, të paqen, por për të thënë gjërat ashtu siç janë. Prandaj do doja që ta shfrytëzonim si platformë për të dhënë mesazhin e duhur, sepse mund të kursejmë shumë jetë dhe energji njerëzish. E vërtet, nuk kam tani kompetencën për të dhënë përqindjet e duhura. Jo, një opinion. Por shumë pak nga rastet aprovohen, shumë pak nga rastet e azilit aprovohen për shqiptarët, për komunitetin shqiptar, të paktën. Për në shtetasit shqiptar. Për shtetasit shqiptar që vinë dhe kërkojnë strehim apo siguri në vendin britanik. Dhe nuk është e vërtet që gjithë këto probleme vinë nga komuniteti shqiptar, pasi komuniteti shqiptar, emigrantët shqiptar zën një përqindje shumë të vogël në krahasim me të gjithë emigrantët nga të gjithë vendet e tjera të botës. Kështu që duhet pak në perspektivë më të madhe e gjithë situata në mënyrë që ta zhdemonizojmë komunitetin ton edhe të rifitojmë prap dinjitetin e një populli ku njerëzit vinë këtu për të integruar dhe në fakt për të kontribuar në komunitet dhe jo për të përfituar nga ky shtet. Dhe kjo ishte një nga fushatat e tjera për të cilat liderët e kohortës parë të leadershipit luftuan dhe bën disa aksione të ndryshme sociale. Në lidhje me projekte të tjera të cilët ju jeni përfshirë apo keni tendencën apo ambicien të përfshiheni, se besoj që ky është edhe një nga profilet tuaj profesional. Mund na bëni një përmbledhje dhe kalojmë në tematika të tjera. Përveç punës tek Shpresa Program, unë punoj edhe si menaxhere pronave të patundshme për një organizatë në Londër, në qendër të Londrës, dhe gjithashtu jam e angazhuar në një projekt i cili siguron strehim të përballueshëm për personat që jetojnë në një zonë të caktuar dhe unë punoj në zonën ku unë jetoj aktualisht dhe jam angazhuar me këtë projekt si një organizatore e strehimit. Janë projekte shumë bukura, dy projekte shumë bukura me cilat po punojmë për momentin, një për të ndërtuar një qendër komunitare dhe një për të ndërtuar disa banesa të përballueshme për personat që jetojnë në zonën e Newhamit. A mund të aplikojë gjithkush? Mund të marrë pjesë kushdo? Për momentin jemi ende në fazën e ndërtimit, sepse këto projekte zhvillohen në një formë shumë të ndryshme. Ne identifikojmë një vend të cilin bashkia nuk e përdor, pra është thjesht toka, dhe ne e identifikojmë, jemi në momentin ku e kemi identifikuar vendin, i kemi kërkuar zyrtarisht bashkisë që të na japi këtë vendin për ta zhvilluar si pronë për personat që mund ta blejnë me çmim të përballueshëm dhe në këtë moment arkitektët janë duke bërë projektin për ndërtesën. Por tamam kriteret se si mund të aplikohet për këtë akoma nuk i kemi të specifikuara, por do jetë për personat që jetojnë në këtë zonë dhe do jetë me në Newham në Londër. Në Newham në Londër dhe do jetë me çmime më të përballueshme se sa affordable rates, siç definohet.
Po, dhe ndërkohë jemi duke ndërtuar një qendër komunitare me një ndërtesë që kishte 20 vite që nuk përdore dhe ishte bërë pre e personave të pastre, ishte bërë një vend jo i sigurt për banorët e zonës rreth e rrotull. Tani jemi në momentin që po rikonstruktojmë oborrin e kësaj ndërtese. Komuniteti do filloj ta shfrytëzoj shumë shpejt këtë obor për aktivitete të ndryshme dhe në një moment të dytë do fillojmë të rikonstruktojmë gjithë godinën 3 katëshe, e cila do kthehet në një qendër komunitare dhe do ofrojë shërbime të ndryshme për komunitetin. Okej, shumë bukur, shumë interesante. Shumë interesante. Kalojmë në një Por para se të kalojmë aty, Endrise, nuk e di, preka vetëm një projekt e Shpresa, por eksperienca ime tek Shpresa ka filluar që në 2020-ën dhe në 5 vite të ndryshme unë jam angazhuar me projekte të ndryshme te Shpresa. Kam punuar me të rinjt nga 12 deri në 18 vjeç. Edhe këtyre të rinjve ju mësonim aktivizmin, ju mësonim sistemin se si funksiononte, se si ata mund të bëjnë ndryshimin nesër, se si ata mund të bëjnë liderët e së ardhmes